إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall. Ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet na dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Falënderimi qoftë Allahut I cili krijoi njeriu në formën më të bukur. Dhe I tha atij behu dhe ai beh. Falënderimi qoftë Allahut I cili na nxorën këtë botë. Falënderimi qoftë Allahut I cili na rriti pasi që ishim të vegjël. Na bëri me pa pasi që nuk shehnim. Falënderimi qoftë Allahut I cili na bëri të ndëgjojmë pasi që nuk ndëgjonim. Dhe I cili na udhzoi pasi që ishim të humbur. Dhe falënderimi qoftë Allahut Azza wa Jall fillim dhe mbarim. Dhe falënderimi qoftë Allahut derisa të kënaqet dhe pasi që të kënaqet. Dhe falënderimi qoftë Allahut çdo gjendje. Dhe falënderimi qoftë Allahut Azza wa Jall për këtë botë dhe për botën tjetër. Falënderimi qoftë Allahut I cili në librin e Tij ka thonë: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dhe çdo mirësi që e keni prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe mirësia më e madhe me të cilën Allahu subhanahu wa taala na nderoj vëllezër të nderuar, është mirësia e shpalljes. Mirësia e dërgimit e pejgamberit. Mirësia e zbritjes së kësaj feje. Mirësia e Kur'anit. Mirësia e udhëzimit. Merë shembull vllai dashur musliman. Nëse të vjen një mesazh prej një mbreti prej mbretërve të kësaj botës, dhe ky mesazh vendoset në postën e shtëpisë sate, dhe në atë mesazh shkruan: "O filan, unë të dua ty. Unë kujdesem për ty. Unë kam frikë për ty." A thu vëllezër të nderuar, si do jetë kujdesi ndaj këtij mesazhi? Walillahi al-mathalul a'la. Allahut I përket shembulli më I lartë. Mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala, kur e krijoi këtë tokë dhe kur e vendosi njeriu në të, Allahu subhanahu wa ta'ala ja dërgoi mesazhin atij. Ja zbriti Kur'anin, librin e Tij. Mesazh prej Allahut subhanahu wa ta'ala I cili të dën, I cili kujdeset për ty, I cili të krijoi formën më të bukur, dhe I cili e nënshtroi këtë gjësi dhe këtë tokë për ty. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dhe Allahu dha gjithë çfarë nevojitet juve. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Dhe nëse përpiqni ti numëroni të mirat që Zoti u dha juve, s'do keni mundësi ti përkufizoni ato në numër. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë glob të vogël që jetojmë, në mesin e universit gjigant që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala, to ka mbetet shumë e vogël. Mos flasëm për njeriun,
por to ka mbetet shumë e vogël. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse krahasohet qielli i parë me të dytin, mbetet i vogël sikurse një hallk apo një unaz me gjunë shkretirën e Saharës. Dhe nëse krahasohet qielli i dytë me qiellin sipër tij, me qiellin e tretë, mbetet qielli i dytë si një unaz shkretirën e Saharës. Dhe kështu secili qiell deri te qielli i shtatë. Prandaj edhe pse toka është shumë e vogël në mesin e këtij qiellit, mirë po Allahu subhanahu wa taala i dha rëndësitë e madhe. Dhe i dha rëndësitë e madhe njeriut i cili jeton në këtë tokë, duke i qenë pejgamber dhe duke i zbrit shpallje për qiellit. Prandaj nuk ka peshore dhe vagë e cila mundet me peshue mirësinë e shpalljes që Allahu subhanahu wa taala e ka zbrit. Mirësinë e pejgamberit që Allahu subhanahu wa taala ka dërgu. Prandaj edhe Allahu tha në Kur'an: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin." Juve tashme ju ka ardhur nga Allahu dritë dhe libër i qartë, pra Kur'ani. Ju ka ardhur drita, ju ka ardhur pejgamberi dhe ju ka ardhur Kur'ani, libri i Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky Kur'an dhe ky pejgamber, thot Allahu subhanahu wa taala për pejgamberin: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dhe ne nuk të dërguam ty ndryshe Muhammed, përveçse rahmet dhe mëshirë për gjitha botrat. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad karramna bani Adam." I kemi nderuar bijt e Ademit, pra njerëzit. I ka nderuar Allahu subhanahu wa taala me nderime dhe mirësi të shumta, dhe nderimin më të mirë që ja ka bërë është zbritja e Kur'anit, është shpallja, është dërgimi i pejgamberit. S'ka nderim më të mirë se sa kjo, vëllezër të nderuar. Nga se sikur mos të ishte shpallja dhe mos të dërgoj pejgamberi që është ndërmjetësues mes njerëzve dhe Allahut subhanahu wa taala, ne nuk do ta njehnim krijuesin e kësaj botës, e as nuk do ta njehnim namazin, e as nuk do ta njehnim fenë madhështore të cilën Allahu subhanahu wa taala don të është i kënaqur. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Fe e pranuar tek Allahu është Islami. El yawma akmaltu lakum dinakum. Thot Allah, sot kam kompletuar fenë tuaj. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Dhe plotësova ndaj jush dhuntin time. E ka thujt Allahu dhunti këtë din dhe këtë fe. Dhe ka thonë në fund të ajetit: "Wa raditu lakum al-Islam ad-dina." Dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe për ju. Pra Allahu te bareke ve teala është i kënaqur me këtë din, është i kënaqur me këtë fe, dhe e don Allahu subhanahu wa taala këtë, nga se e ka zbrit dhe i don ata të cilët e pasojnë shpalljen e tij dhe bën prej pasuesve të kësaj feje madhështore. Vëllezër të nderuar, merre si shembull, nëse je në një shkretëtir, ke mbetur i humbur dhe i hutuar, nuk e din se ka është rruga, pra ke humbur rrugën dhe vdekja të pret dhe të vjen nga të gjitha anet, mbetesh i hutuar dhe i tmerruar dhe në panik, dhe përderisa je në këtë gjendje pa pritmas, vjen navigatori, vjen drejtuesi i cili drejton për në rrugën e duhur, vjen ai person i cili ta tregon rrugën dhe të çon në vendin e ngrënies dhe pijes, nga se ishe buz vdekjes, dhe përderisa të merr dhe të çon në këtë vend, ai të thot ty, përveç që të çoj tek buka dhe të çoj të haja dhe të pija, mirë po unë të marr ty dhe të çoj në vendin më të lumtur si për këtë botë dhe për botën tjetër, pra për lumturinë tënde të përhershme, qoftë këtë dynja dhe qoftë botën tjetër. Prandaj kjo, vëllezër të nderuar, shpallja. Njerëzimi është i humbur pa shpallje. Njerëzimi është i devijuar pa shpallje. Njerëzimi është në shkretëtir, është në mjegull pa shpallje. Dhe nëpërmjet shpalljes, vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala na udhëzoi për në rrugën e vërtetë
na tregoj qëllimin për të kemi ardhur në këtë dynja, dhe se si duhet me punuar në këtë dynja, dhe se si duhet me përgatitur për tek Allahu subhanahu wa taala. Mirë po njerëzit fatkeqësisht nuk e madhrojnë Allahun azza wa jall dhe nuk e madhrojnë shpalljen që Allahu azza wa jall u dërgoi atyre. Siç thot Allahu azza wa jall në Kur'an: "Wama qadarullaha haqqa qadri." Dhe ata nuk ja shprehen madhrinë Allahut ashtu siç e meriton. Allahu duhet të madhrohet, pejgamberi i dërguar duhet të madhrohet nga se është i dërguar prej Allahut, dhe shpalljen që Allahu subhanahu wa taala ka zbrit duhet të madhrohet. Tamam siç thot Allahu subhanahu wa taala Musait alayhi salam: "Fakhudha biquwa wa kun min ash-shakirin." Prandaj merr shpalljen me seriozitet, merr mesazhin tim me seriozitet dhe me forcë, dhe je i sinqert në të, wa kun min ash-shakirin, dhe bëhu prej falendëruesve. Vëllezër të nderuar, shumë njerëz thonë nga ignoranca e tyre se pse Allahu mua më ndaluar dhe pse më urdhëruar, unë dua të jetoj lirë në jetën e kësaj bote. Kanë marrë dietarët një shembull: nëse je duke shkuar në një rrugë dhe rruga që ke hypur mbi të është një ure gjatë, dhe çdo dëmtim i ures, çdo hapje e gropës në të, rrezikohesh ti, rrezikohet vetura jote dhe rrezikohen të gjithë ata familjar ose shok që janë me ty. Pra për të rënë në këtë grop dhe për të sakatuar dhe për të shkatruar. Mirë po, dikush e ka vendosur një tabelë treguese dhe thot: "O ti vozitës, nga dalseje shpejtësinë dhe në kthesën e parë kthehu, nga se nëse vazhdon ti në qëtë rrugtim, atëherë do biesh në grop, edhe do shkatruash ti, do të vdesesh, dhe do të vdek të gjithë ata që janë me ty, dhe do shkatruhet vetura jote dhe pasuria jote." Çka do thot ky i cili e sheh këtë tabelë? A do thot pse më ndaluaj mu? Pse ai më ndalu mu në rrugtimin tim dhe dëshirën time ka kam mësuar? Jo, njeriu mençur nuk thot kështu. I mençur do thot: Allah është shpërbleft atë i cili ka vendosur këtë tabelë treguese. Na shpejtoj për pak. Prandaj kështu është shpallja, vëllezër të nderuar. Gropa është varri. Në rrugtim jetin këtë dynja, përgjithësia të pretë Allahu subhanahu wa taala. Ani pse në këtë rast tabela treguese po thot mos e vazhdo rrugtimin. Ky i cili e ndali rrugtimin e tij dhe qëllimin e tij, po i thot atij Allahu të shpërbleft. Kështu janë pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Na ndalojnë për atyre që Allah i ka ndaluar. Prandaj e jonja është që ndalesat të largohemi dhe urdhresat të zbatojmë, dhe kështu punojna me shpalljen e Allahut, dhe kështu na shpërblen Allahu subhanahu wa taala në botën tjetër. Prandaj e lut Allahun azza wa jall që të kuptojmë madhështinë e shpalljes dhe madhështinë e pejgamberit dhe mbi të gjitha madhështinë e krijuesit Allahut azza wa jall, i cili e nderoi njeriu duke i qenë pejgamber, duke i zbrit Kur'an dhe duke ja treguar rrugën e xhenetit që ai ta ndjek dhe ta pason ata, dhe rrugën e xhenemit që të largohet prej asoj rrugës. E lut Allahun që mu dhe juve Allahut na bën prej banorëve të xhenetit, dhe e lut Allahun azza wa jall që mu dhe juve Allahut na ruan nga zjarri i xhenemit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Elhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, shtruhet pyetja se çka është qëllimi i shpalljes? Pse Allahu subhanahu wa taala me dërgu pejgamber dhe me zbrit libër nga qielli? Se pari vllai dashur musliman, dije se Allahu subhanahu wa taala të sheh këtë që ecë dhe kudo që gjindesh. Nuk i ka Allahu subhanahu wa taala asgjën këtë gjithësi. E dyta, Allahu subhanahu wa taala të ndëgjon. Dhe e treta, Allahu subhanahu wa taala të vëzhgon. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Thot Allahu, dhe nuk ka gjethe cila shkputet, vetëm se Allahu azza wa jalla e din. E din ako më ro shpinas, e din ako më ro barkas, e din gjatësinë e saj dhe gjerësinë e saj dhe nëse vendosën peshore sa peshe.
Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në përmjet shpalljes na urdhëron ta pasojmë atë, nga se dobia është për ty. Nëse e pason, do shpëton. Dhe do jesh i lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe nëse e kundërshton, atëherë do jesh i shkatruar dhe i humbur. Dhe do jesh i dështuar në agoninë e vdekjes. Do jesh i dështuar në varr dhe në ditën e ringjalljes. Prandaj qëllimi i shpalljes që Allahu azza wa jalla ka zbritur është për të mirën tonë, dobinë tonë, dhe për interesin tanë që ti më shpëtu. Allahu subhanahu wa ta'ala thënë në Kur'an: "Fa imma ya'tiyannakum minni huda", dhe ati që i vjen shpallja nga ona ime, dhe e pason atë, ndjek atë, "Fala yadhillu wala yashqa", ai nuk do jetë i devijuar dhe as nuk do jetë i dëshpëruar. Pra nuk do jetë i devijuar në këtë botë, ai që kapën shpallje, as nuk do jetë i dëshpëruar në botën tjetër. Pra gjithherë do jetë i sigurt, prej agonisë e vdekjes i sigurt, e deri të shkel këmbë aty në xhenet, Allahu na mësoft. "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka", dhe thot Allah, dhe kush do që ja kthen shpinën shpalljes, do ketë jetë e vështirë. "Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma", o do ketë jetë e vështirë në këtë botë, kurse në botën tjetër do ringjallëm të verbër, do ringjallëm qarë. "Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira", thot o Zoti im, pse më ringjallë qarë kur unë kam pa në dynja? Allahu i thot: "Kedhalika atatka ayatuna fanasitaha", kështu t'i afruam argumentet tona, kështu ta quam shpalljen tonë. Mirë po ti harrove ato, ose u bone kishe pe harren, pra e le ato. "Fa kedhalika al-yawma tunsa", kështu do jesh i harruar sot. Prandaj ta pasojmë shpalljen e Allahut, ta pasojmë pejgamberin alayhis salam, ta pasojmë fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos largohemi pe rrugës së Allahut. Dynjaja është kalimtare, dynjaja kalon shumë shpejt. Mehma tale fe hiya qasira, sa do që na duket e gjatë, prapa ajo është e shkurt. Prandaj nëpërmjet shpalljes shpëtojnë në botën tjetër, dhe me lanjen e shpalljes do verbohemi në botën tjetër, do qarrohemi në botën tjetër, do jemi të dështuar në botën tjetër. Allah na ruaj. E lusë Allahun azza wa jall që mu dhe juve dhe gjithë ata që na ndëgjojnë, na mundson Allahu subhanahu wa ta'ala me pasu shpalljen e Allahut, me pasu librin e tij dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Yaqulu Allahu jalla wa ala: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun."